Një gatim për 3 ditë, o njerëz të dashur të bukur, si po kaloni. Tani, çfarë duhet të them me këtë gjë? Unë sot që shikoni po bëj makarona me mish të grirë. Me këto makarona dhe mishin e grirë do t'i kem për sot dhe do t'i kem edhe për nesër në drekë, se nuk mund të rrit të gatuaj çdo ditë. Kemi dhe punë të tjera, nuk kemi vetëm gatimet. Kështu që thoni. Tani unë po përgatit mishin e grirë, si shikoni, edhe makarona do hedh një pako të gjithë, që zakonisht janë nga 500 gram këto, edhe kuptohet që janë shumë për 3 veta që jemi neve. Ndaja edhe, po do ta hedh të gjithë dhe do t'u them më vonë pse. Tani mishin e grirë, si shikoni, unë i hedh brenda qep speca të grirë, karotë, mund t'i hidhni çfarë të doni juve. Makaronat i ziva dhe janë gati, do t'i lëmë njanë, që të më ngjiten me njëra tjetrën do t'u hedh pak vaj dhe nëse kanë vaj ulliri nuk ngjiten fare. Tek mishi i grirë hodha salcë, edhe pastaja ujin dhe do ta lë që të valojë. Tani, siç u thash, po përgatit makarona me mish të grirë, që do ham sot edhe nesër, dhe pastaj nesër, se kuptohet që do mbeten, se janë shumë, nga këto erëzat i hodha krip, tamerik edhe piper të zi, dhe do ta lë të valojë avash avash. Tani, siç u thash, në fund i hodha majdanos, nuk më lë dhe video t'u shpjegoj. Makarona dhe mishi i grirë tani, kjo që ishte rigon në fund. Do t'i ham sot edhe nesër, dhe pastaj nesër do përgatit edhe një çik beshamele dhe do ta bëj pasticcio greke, që kështu do kemi ushqim të ri edhe për ditën e tretë.